tjetër që kjo tashmë është fakt i njohur. Dërmimi do ta quajë në opozitës ka qenë dhe shkaktari kryesor i këtij rezultati të thellë, sepse opozitës i fluturuan mbi 240.000 vota. Dhe kjo ka bërë që pesha e tyre specifike në çdo qark të kurrët dhe në qarkun në Vlorë ata humbën gati në krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021 pa futur votat e ish LSI-s, ata si PD humbën mbi 8.000-9.000 vota. Po të shtosh dhe votat e LSI-s, ata humbën mbi 15.000 vota, një koalicioni hipotetik. Pra do të thotë që të kurrë e opozitës që e dukshme dhe kjo dha një rezultat në gjithë Shqipërinë me atë rezultat të thellë që tashmë është bërë i njohur dhe është një rekord historik i Partisë Socialiste. Po nga ana tjetër, gara e brendshme që e gara fort, ne e kishim synim mandatin e 9, nuk që e lehtë, po falë dhe votës diasporës kësaj herë, sepse brenda territorit Vlorës është pothuajse e pamundur, pasi rezultati është i saturuar nga ana politike, nuk ka zgjedhës mjaftueshëm për të prodhuar më shumë mandat. Me votën e diasporës u bëi mundur arritja e mandatit 9 dhe kjo qeverisja e këtyre zgjedhjeve dhe Vlora ka një diasporë goxha solide të shpërndarë, kryesisht në Greqi dhe në Itali, dhe puna e mirë organizative e Partisë Socialiste dhe regjistrimi i qytetarëve në kohë e dha rezultatin e saj.